Banorët e Bashkisë Divjak kanë vijuar protestin e tyre në kundërshtim të reformës territoriale, duke kërkuar ruajtjen e autonomisë vendore dhe statusin e Divjakës si bashki më vete. Protestuesit shprehën revoltën e tyre ndaj këshilltarëve që munguan në mbledhjen e jashtëzakonshme, ku do të flitej për shkrirjen e bashkisë. Gjatë protestës, qytetarët ironizuan edhe retorikën e maxhorancës mbi të ashtu quajturën arritje të qeverisë, duke theksuar se realiteti me të cilin përballen çdo ditë është rritja e kostos së jetesës dhe varfërimi i mëtejshëm i familjeve. Është vërë re një mungesë e këshilltarëve, ato do të ishin të gjithë aty, sepse ka qenë 12 jashtëzakonshme të dy rastet, edhe mungesa vazhdon. Nuk e di si duket tek bashkia jon ka rënë ndonjë kështu një tip Covidi, nuk e di që i le jashtë disa persona. Harrojnë që kanë një detyrë ligjore dhe një detyrë akoma të madhe që është morale ndaj këtij populli. Në 2014 kur është bërë reforma e parë e decentralizimit, më kujtohet shumë qartë dhe pastër që kryeministri i vendit është pyetur tekstualisht për Divjakën dhe është thënë pse Divjaka qëndroi bashki dhe përgjigjja e tij ka qenë Divjaka qëndron bashki sepse ka një potencial të lartë ekonomik, bujqësor, turistik e shumë burime tjera. Dua t'i drejtoj një pyetje, a qëndron më kjo sepse vitet kanë hecur, kanë evoluar? Mendoj që nga statistikat, ekonomia është rritur. Faleminderit Parti Socialist. Faleminderit për çmimet që rriten dhe fjalimet që na bindin se kjo që nga rritja ekonomike. Faleminderit për taksat, ndërsa çdo vit shpjegoni se shteti po bëhet më eficient. Faleminderit për burokracinë, radhët, sportelet, sepse na duhet të kemi edhe aktivitet pak fizik gjatë ditës. Faleminderit për premtimet elektorale, disa janë të vjetra, sa kanë filluar të kenë vlerë historike. Faleminderit që na dërgoni çdo ditë në televizor se sa mirë po ecën Shqipëria. Vetëm një pyetje e vogël. Pse kur dalim nga televizori dhe hyjmë në jetën reale, Shqipëria duket krejt ndryshe. Protesta e banorëve u përmbyll me një marshim përgjatë rrugëve kryesore të qytetit, ku turmat dëgjoheshin një zëri thirrjen e fuqishme, Divjaka bashki. Në mbyllje të marshimit, organizatorët i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkohen edhe më të shumtë në numër në protestën e radhës.